Përshëndetje, sot do flasim për shkrimin e datave. Kur në datat e plota muaji shkruhet me shifra arabe ose romake, pas shënimit të datës dhe të muajit vihet një pikë. Dhe jo 20/5/2020 ose 20/5/2020. Kur në datat e plota muajit shkruhen me shkronja, nuk vihet asnjë shenjë midis ditës, muajit dhe vitit. Për shembull, 7 mars 2026, 16 shtator 2005. Në shkrimin e datave, pas emrit të vendit vihet presja dhe para shifrës që shënon datën në shkresat zyrtare vihet parafjala M. Për shembull, Tiranë M 28.11/1912, Shijak presje M 12.mars.1977. Parafjala M shkruhet kudoherë para datave kur ato përdoren si rrethanor kohe brenda një fjalie. Kongresi u hap të hënën më 20.11/1972. Mbledhja bëhet të martën më 1 shtator 1973.